Në qalë të Gostivarit, mirësia nuk njeh stinë. Ajo vjen gjithnjë në mënyrë permanente dhe aty ku e kërkon nevoja. Pas shumë aksioneve për të ndihmuar familjet me gjendje të vështirë ekonomike përmes pakove ushqimore, sot ky vendbanim ka treguar edhe një herë se bashkimi dhe humanizmi janë forca që e mbajnë gjallë shpresën. Në këto ditë të ftohta të vjeshtës u zhvillua një aksion humanitar, por kësaj radhe u bë sigurimi i drunjve për ngrohje për 5 familje që nuk kanë mundur t'i përballojnë vetë këto përgatitje për në dimër. 3 familje janë siguruar me nga 20 thas drunj dhe 2 të tjera me nga 10. Ky gjest fisnik u mundsua fal bashkëpunimit të donatorëve zemër mirë e në rastin konkret mërgjimtarit nga Çajla me punë në Gjermani dhe i njëjti u menaxhua nga Sinan Elezi, i cili kujdeset për organizimin, shpërndarjen dhe koordinimin e ndihmave. Unë vu falenderoj gjithëve bamizve, donatorëve, këtë kohën e vështirë ftofti tash në ka nevojtar që kanë nevojë por ngrojën, që se ne përballojnë të blejnë dru, se të kina morë një iniciativë, por ata nevojtarë që s'kanë mundësej për dru, vuqojnë këshpeje ka jonë bajdi familje, po ke 60 tasë, di furnizim kitë ka pak. Kjo është një donator gjithmonë në bamisi pi Gjermanie, don anonim, është pi Çajle, gjithmonë ka qenë e ne bamirës për ushqim, edhe për kohën e dimri që ka furnizohet gjithve familjes që kanë pas nevojë, ki ka qenë i afër nevojtarve dhe Zoti ja pranov këtë ndihmë që e për nevojtarët. Elezi falenderon të gjithë bamirësit dhe i siguron që aksionet e këtilla do të ketë edhe gjatë periudhës në vijim, varësisht nga nevojat që do të shfaqen. Ndërka që apelon që të gjitha vendbanimet të organizohen në mënyrë që asnjë familje të mos mbetet keq për të siguruar nevojat elementare si që janë drunjt, ushqimi e veshmbathja. Elezi thekson se aksioni i sotëm u zhvilluar në bashkëpunim me Lirim Company. Kut ne jo sanë ke une, po kut ne ndër një vafër që se ne përballojmë për drunjt, morin iniciativë, morin shembull, si në Çajlë edhe fshatra tjera që të vudalin selamet ative nevojtarve. Zoti va pranov këtë sadaka dhe vudhash gjithve bamizë donatorëve të rajonit Gostivarit që nuk i lojnë me sofrat bosh dhe pangroje nevojtarë. Kohë më parë, Çajla dhe donatorët e saj jetësuan edhe një traditë të bukur e cila gjen praktik gjithandej nëpër vendbanimet shqiptare, e që e titulluan Një zarf për nevojtarin nga mërgjimtari që nuk e haron vendlindjen. Në kuadër të kësaj nisme, në disa raste janë ndarë zarfe me mjete financiare që kanë ardhur si dhurat nga mërgjimtarët për të plotësuar nevojat e bashkëvendasve të vetë që kanë pasur më pak fat në jetë. Të bashkuarët e i kalojmë çdo sfidë, porosit Sinan Elezi, duke theksuar se aksionet humanitare në Çajlë nuk do të ndalojnë derisa të ketë nevojtar që nuk arrin t'i plotësojnë nevojat elementare.